Gjykata e Durrësit ka lënë në burg Xhevdet Plakun dhe 5 të tjerët, ndërsa në detyrim paraqitje ka lënë Alfred Hasanajn. Ata u arrestuan 2 ditë më parë teksa po drekonin në një restorant në Gjirin e Lalzit. Gjykata lënë në burg Akilin Xhevdet Plaku, një tama sigurie u la dhe për Floben Smeqen, Voltan Xhanin, Jugert Xhanin, Oltion Hasanin dhe Fatjon Qesjen. Për të vetmin që ndryshoi masa e sigurisë ishte Alfred Hasanaj, i cili u la në detyrim paraqitje dhe ndalimi daljes jashtë vendit. I arratisuri nga burgu italian Xhevdet Plaku në shoqërinë të shumë kërkuarit Floben Smeqja, vëllezërve në kërkim Voltan dhe Jugert Xhani u arrestuan në Gjirin e Lalzit. Bashkë me ta në Frangaran Alfred Hasanaj, Fatjon Qesja e Oltion Hasani të akuzuar për mos kallëzim krimi. Gjatë arrestimit u sekuestruan edhe pistoleta të cilat i mbanin në tavolinë gati për shitje. Policia kishte një informacion në rrugë operative dhe kapi mat 7 persona të akuzuar për ngjarje të ndryshme kriminale, ndërsa po konsumonin një drek me peshk dhe krudo. Xhevdet Plaku njihet me Nov Kënkis nga Durrësi. Ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi është arratisur nga burgu i Ankonës. Në janar të këtij viti, 45 vjeçari ishte dënuar në shtetin fqinj për trafik droge, ndërsa Floben Smeqja, alias Gega, alias Drini nga Shkodra, ishte shpallur në kërkim nga pak prej një viti, si pjesë e dosjes Plumbi Art. 43 vjeçari akuzohet për veprat penale, organizata kriminale dhe sigurimi i kushteve dhe i mjeteve për të kryer vrasje. Gjatë kontrollit u gjetën 2 dokumente identifikimi të falsifikuara dhe një armë zjarri pistolet me fishek në fole gati për qitje. Voltan Xhani është i dyshuar i kryesor për organizimin e vrasjes së Elis Roshkodolit në lagjen Ahmet Haxhiu në Shkodër, mesditën e 30 gushtit 2024. Policia thotë se 39 vjeçari, rezident në Holand, ka siguruar armët dhe makinat që u përdorën në vrasje, ndërsa i vëllai Jugerti e ka përkrahur në krim. 2 vëllezërit, sipas të dhënave në QKR, janë pronar të disa bizneseve. Dyshohet se motivi i vrasjes së Roshkodolit është përplasja për trafikun e drogës në Holand dhe Belgjik. Më herët për këtë ngjarje është arrestuar nga policia e Shkodrës edhe Giulio Malo, 26 vjeç, ndërsa makina e përdorur në krim është gjetur aso kohë e çmontuar në një servis në Mullet.